në momenti këto ditë që u shpërndo lajme se kanë ndodhur këto, shka i thatë ju përsëritun, dhe me thonë se njerëzit që po e transmetojnë këtë lajm që është apo nuk është i vërtet, apo i vërtet, dhe me thonë është shumë i vonuar. Ne nuk kemi pas kur farë, dhe me thonë, lajme të sakta se çka apo kush po gjuhën, kush po i myt fëmijët, kush po i myt pleshte të rijet, apo ata që kanë nevojë për në qytet me dalë dhe dikush i masakron apo i gjuhën. Nuk kemi pas lajme, dhe më thonë është ma mirë vonë se kurrë. Po nuk keni pas lajme, por atëherë pra keni nuhatur këtë dyshimin, apo jo? Jo, lufta kur është nisë në Sarajevo, ne kemi qenë pjesë prej ditëve të para të formimit të një ligje patriotike, ashtu e kanë quajtur, dhe me thonë faktikisht jemi mundu me bisedu me armatën e Jugosllavisë në atë kohë, mirë, po nuk kanë gjetë mirë kuptim, edhe vetmja mënyrë kom për të mbrojtur, jo për të nisë luftën, po për me mbrojt popullatën edhe fëmijët tonë që i kemi pas aty. Edhe për një moment, dhe më kur është nisë lufta, apo kur ka qenë fillimi i luftës, ka ndodhur një vrasje që kam qenë bashkë prezent aty në atë moment kur u vra studentja nga Dubrovniku i Kroacijës, apo Dalmacijës, Soada Dilberović në një urë të parlamenti i Bosnjës e Hercegovinës dhe është vrarë pikërisht nga një snajper. Ju keni qenë aty, po më thoni? Absolut, e vërtet, dhe më thonë që kemi qenë aty bashkë në atë moment aty, kemi munu për me mojë terrenin pak që mos të mlidhen popullata, po të largohen se ishte fillimi. Po thoni keni qenë afër, keni parë? Në 7 metra. Për mi urë, sot është aja përmendorja saj, ka lula aty në atë moment, aty shkojnë kush të vjen, se isha para një auditën Sarajevo, ka shumë turista që vinë nga e mbota, është qaqe stërmbushur që edhe vende për të fjetë nuk ka njerëzit. E kështu që kemi qenë aty prezente edhe ajo godit pikërisht nga ona e lartë e qytetit Sarajevës me snajper. Zoti Zugo, sa kohë keni qenë i rrethuar pra në brenda Sarajevës gjatë kësaj kohe? 1447 ditë. 1447 ditë, dhe me thonë në Sarajevo nuk o konë e mundshme dikush me hy apo me dalë. I vetmi komunikim ka qenë në aeroport, e kanë kriju një tunel, ofër 900 metra, dhe përmes atij tuneli në aeroport, se aeroporti ka qenë i kontrolluar nga forcat serbe, në atë kohë, edhe në aeroport që kanë dalur, dhe me thonë për të komuniku për me dalë në zona, 900 metra në kanë dalë neve me teritorin e lirë, edhe me Sarajevën për shembull. Nëse e marrni shembull shumë të lehtë, dhe me thonë në Sarajevo ka qenë një mark e gjys, apo një mark që i bje 70 euro, për 0,70 euro, dhe mon asë 1 euro, ka qenë 1 litër naft apo benzin, ka hona e tyne, kurse në Sarajevo ka qenë 40, 50, 60 marka, dhe mon të 30 euro 1 litër. Qash ka qenë dalimi 800 metra, dhe mon që kanë komuniku. Po, nga rrethimi, çfarë kujtoni tjetër te këto historit, fokusohemi pra tek pjesa e sikur e kanë cilësuar dhe media dhe autoritetet tek safari, tek kjo gjuetia e ndaj njerëzve, çfarë kujtoni atë për ju, raste vrasjesh me anë të snajperave nga kodrat? Po, kemi pasur me rrethimin dhe me fillimin e luftës. Ushtria Jugoslave asaj kohe është rjekur nga qyteti Sarajevës me marrëveshje që na mos të dëmtojmë ata të rjek, edhe jenë të rjek në kodrat e larta të qytetit Sarajevo. Sarajevo është në një luginj, cila është rrethuar me male edhe me domethënë kodrat e larta, edhe ata janë të rjek në pozicione këtë ndryshme, edhe domethënë janë pozicionuar.
dikush ka gjuajtur me snajper, kena pas raste një vend i quajtur Vraca në Sarajevo që me 27 lloje të armatimit ata kanë gjuajtur në qytetin e Sarajevos 24 orë 07. Domthon 24 shtatë pa ndalur kurrë. Llogaritet që kanë ofër me miliona, tash nuk e di sa mund me llogarit 105 mm, domthon në qytetin e Sarajevos janë gjuh miliona granata, apo si i thonë gjuhën shqipe mina helsa, apo në të drejtimin, vetëm domthon janë shpros pa numër. Në qytetin e Sarajevos nuk ka pas asnjë shtëpi, asnjë ndërtesë, asnjë pallat, nuk ka pasur gjoma, ketë me pikon pa, nuk ka pasur rrym, nuk ka pasur ujë, nuk ka pasur domethënë gjitha burimet e përtjetuar. Absolut, e vërtet është, domethënë që janë hup të gjitha, domethënë nuk ka pas kush. Njerëzit kanë prit në grupe të mëdha, në rend gjata për me morë një 5 litër ujë, edhe në ato momente e kanë hull granatën në mesin e tyne dhe i kanë myt, apo kanë gjuajtur me snajper me këqyrë se kënë po e rrokin dhe kush më së mirë, por nuk kemi pas dieni se është do kush i huaj. As koha më pas, jo vetëm ato momentet të turbullta, trazirave, lufta, e më the thash që normalisht, por as më pas nuk ka pas, pra nuk keni dëgjuar gjatë komunikimeve me bashkëluftëtarët tuaj atje, apo ne kemi pas disa komunikime nga njëherë me disa nga ana e kundërshtarit, kështu që jemi kanë të informuar për disa ushtar jo, po njerëz britanez që kanë provu, diçka me provu, për italian as që na ka shku menja, domethënë nuk u konë diçka aktuale, hera por që ndëgjojmë tani, se nuk kemi pas në kohë për të marrë se kush po gjun, çka po gjun. Na kemi konsideruar që është një armik që i cili nuk e zgjedh mënyrën se si me luftu, apo a janë pleq, a janë gra, a janë fëmijë, apo asi, ata nuk e kanë zgjedh mënyrën kur fare, nuk kanë puna e tyre ka qenë sa më shumë me myt. Në media është shfolur edhe për shuma gati deri 100.000 euro, por edhe për fëmijë që kishin në shënjestër. Kemi dëgju këto ditë, domethënë kanë qenë shumë, se ata neve na ndoni lëm me zonën e anës serbe edhe të Jugosllavisë, në lëm i cili e ka emrin Milacka, në urën që na kanë dhënë neve, ja kanë vënë emrin Draža Mihajlović, ka qenë